Një popullsi që jeton thuajse në informalitet, po arsimilohet ndërkohë që integrohet në shoqëri. Në Fier, komuniteti më i madh i romëve jeton në Levan dhe këtu arsimtarët tregojnë se është rritur numri i nxënësve rom, duke shfrytzuar bursat që ofron Bashkia e Fierit për këtë popullsi. Nga ana tjetër, tradita dhe kultura rome po zhduket në mungesë të shkollave apo klasave në gjuhën rome. Madhe Maqedonisë ka marrë me vete si armë punues, metal punues edhe muzikant shumë të mirë. Dhe janë shpërndarë gjithë Ballkanin dhe më pas në Europë. Dgjoj, ne jetojmë në kohra të vështira tani ku paga shumë po vjen në rrezik asimilimi i kulturës, traditës, gjuhës dhe ne duhet vendosim bashkë me mbështetjen e strukturave vendore shtetërore dhe të qeverisë për të ruajtur këto vlera dhe tradita. Prandaj kjo ditë sot është promovimi i kulturës, traditës së Romës. Shumë përpjekje dhe vazhdojmë përpjekje akoma, po duhet akoma më shumë vëmendje për të mbështetur që ky komunitet të integrohet së më mirë. Kjo popullsi ka mbijetuar viteve që ne flasim për mbi 500 vjet që janë vendosur Romët në Shqipëri dhe llogarisim që 500 vjet ndoshta edhe më shumë është ruajtur gjuha, të ruajtur zakonet dhe traditat rome. Kështu që ka qenë është pak ndoshta edhe pa besueshme që më shumë se 500 vjet Romët kanë mundur ta ruajnë gjuhën dhe traditat dhe zakonet e tyre. Integrimi rome ka kaluar në faza të ndryshme. Sot që flasim, kemi shumë të rinj dhe të reja rome që frekuentojnë shkollat, fakultetet dhe universitetet të ndryshme. Sot që flasim ka mbi 200 studentë romë, vazhdu ka romë të punësuar në institucione si Bashkia Tiranës apo në administratë të pozicionet të ndryshme. Për shkak të problemeve qoftë sociale, qoftë edhe financiare, është pak e vështirë për të ndjekur shkollat dhe zakonisht një pjesë e mirë frekuentojnë, por janë një pjesë tjetër që kanë probleme sociale dhe në të njëjtën kohë edhe financiare. Për ata është menduar nga Bashkia Fier që janë në rrezik braktisje, grupe vulnerabël dhe në rrezik braktisje, që t'u jepet një bursë. Dhe kemi 2 vite që tek këta fëmijë aplikohet një bursë edhe nga Bashkia Fier për t'i ndihmuar sa do pak në qasjen me shkollën. Gjë që prindi ka mundësi ta dërgojë fëmijën në shkollë dhe të blejë diçka. Pra, kemi një përmirësim të situatës sa i takon braktisjes shkollore dhe arsimimit të romëve. Po, kemi një përmirësim në mëndet të qasjes, madje vijnë edhe kërkojnë që të sjellin fëmijët e vegjël në shkollë. Gjithashtu edhe puna e mësuesve normalisht, domethënë që i afrojnë në shkollën tonë, domethënë gjithë përfshirja, qasja e këtyre fëmijëve me pjesën tjetër të komunitetit është për të lavdëruar edhe për të falendëruar. Më tepër se 20.000 banor rom jetojnë në Levan dhe Baltës, zonat me përqendrimin më të lartë të romëve në Fier. Përfshirja e fëmijëve rom në sistemin arsimor ka shënuar rritje vitet e fundit, por sfida e pushtetit vendor është hapja e klasave në gjuhën rome për të ruajtur traditën e kësaj popullsie.